أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 56 të shpjegimit të veprës Meraki el Felah, Sharh Nurul Idah, të Imam Shërumbulalit, rahimahullah. Në ligjëratën e fundit kemi shpjegu për kushtet shurut sihat salatul gjuma, kushtet e vlefshmërisë së namazit të xumas, dhe respektivisht nuk e kemi përfunduar atë pjesë, kemi ngelte kushti 6 i kushteve të vlefshmërisë së faljes së namazit të xumas, dhe dihet se kushtet e vlefshmërisë janë ato kushte pa të cilat nuk vlen namazi i xumas. Wasadis, kushti i 6 i vlefshmërisë për të qenë namazi i xumas i vlefshëm është el xhamaatu, është xhamati, pra numri i xhamatit. لأن الجمعة مشتقة منها, sepse vetë nocioni gjumua, pra salatul gjumua, buron prej xhamatit, prej xhamit, shumësit. Min el xhamaa, prej xhamatit. ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد, sepse thot ka, është xhamati, është kusht i vlefshmërisë së namazit të xumas, sepse dietarët kanë konsenzus, kanë ujdi se namazi i xumas është i pavlefshëm nëse nuk ka xhamat, dhe namazi i xumas nuk falet munferidun, nuk falet vetëm, pa xhamat. Mirë po, ikhtalafu fi taqdiril xhamaa, megjithatë, se xhamati është kusht i vlefshmërisë së xumas, janë dakord gjithë fukahat. Mirë po, kanë kundërthënie, mos pajtimi mes vete në përcaktimin e numrit të xhamatit, sa duhen të jenë ato. Fa indena hum thalatha rijal. Indena, pra sipas neve, mëdhebit Hanefi, është kusht që të plotësohet ky numër, duhet të jenë 3 burra. 3 burra plus imami 4. Wa in lam yakhduru al khutbatu, kurzohen që të jenë 3 burra për namazin e xumas, edhe nëse nuk kanë qenë prezent në khutbe. Kemi qartë? وقد جاءوا وانصرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة. Nëse dikush prej këtyre ka ardhur në khutbe dhe ka dalë, e ka ndëgjuar një pjesë të khutbës dhe ka dalë, pastaj janë kthej përsëri. Janë kthej përsëri, është kthej përsëri, ose janë kthej 3 xhamat përsëri në faljen e namazit të xumas, atëherë namazi i xumas është i vlefshëm dhe nuk ka nevojë të ripërtrihet ose të përsëritet khutbja. Sepse kemi thënë në ligjërat të tjera, se prej kushteve të vlefshmërisë së khutbes është që spaku një xhamat të ndëgjon khutben. Spaku një xhamat të ndëgjon khutben ose një pjesë të khutbes. Khutben tërësi ose një pjesë të khutbes. Wa hum gairul imam, këto 3 xhamat janë përveç imamit, sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës, inde Imam al-A'zam wa Muhammad, sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës dhe Imam Muhammedit. Pra, nëse janë 3 burra dhe imami është i 4-ti,
lirisht mund të falin, plotësohet kushti i vlefshmërisë për faljen e namazit të xumas. Wa qala Abu Yusuf, ithnani siwa al-imam, mjaftojnë 2 përveç imamit. Te Ebu Hanife dhe Muhamedit 3 dhe imami. Te Ebu Jusufi thojnë 2 dhe imami, ose 2 përveç imamit. Lima fil muthanna fi min ma'na al-ijtima. ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة. Imam Ebu Jusufi thot dysia e tethnije, el muthanna, në këtë rast është në kuptimin e shumësit. Pra, Imam Ebu Jusufi 2 xhamat dhe imamin e konsideron shumës. Sepse dysia thot në këtë rast e ka kuptimin e shumësit. Kurse indehuma ose wallahuma, kurse sipas Ebu Hanifës dhe Imam Muhamedit, shumësi i vërtet në gjuhën arabe, el-jam'u sahih innama huwa thalatha. Shumësi i vërtet në gjuhën arabe është prej 3 e përpjet. Shumësi në 3 nuk mund të quhet shumës. Edhe fetfaja në mëdheb jepet sipas mendimit të imamit, pra 3 plus 1. Si mendimi ekziston edhe mendimi i Ebu Jusufit 2 plus 1, por fetfaja jepet sipas mendimit të Imam Ebu Hanifes dhe Imam Muhammedit. Ku e morin këtë argument ku e përfitojnë argumentin fukahat e medhhebit Hanefi që duhet tjetë shumës, el gjemha, se nuk ban me 1, me 2. A ka argument kur themi dikuj se namazi i xhamas nuk falet vetëm? Thot, ke argument për këtë që ta ndalon këtë? Jo, argument ndalimi s'ke. Po cili është argumenti se kërkohet që tjetë gjem'i? Lidhen te ajeti kuranor. Bismillahirrahmanirrahim. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au është shumësi, gjem'i. Pra argumentin ku e përfitojnë se shumësi 3 e më shumë është kusht i vlefshmërisë së xhamas, lidhen te ajet ila dhikrillah. Fas'au është folja që përfshin, ose folja urdhërore që përfshin shumësin. Walau kana abiden, këto 3 xhamat, që thamë sipas Ebu Jusufit, konsiderohen xhamat, lau kanu abiden, edhe nëse janë robër. A kemi thonë më herët se robi nuk e ka farz namazin e xumas. Au musafirin, ose janë misafir, au merdha, ose janë të sëmur. Pra, nëse që të 3 janë robër, nëse që të 3 janë musafir, ose që të 3 janë të sëmur. Au mukhtalitin, ose të përzier, një është i smut, 2 janë robër, ku e diven kështë të përzim. 3 xhamat, s'ka më përzi shumë. Li'annahum solihu lil-imamati fiha. Pse në këtë rast nuk e përmend për shembull fëmijët, nuk konsiderohen xhamat dhe gratë. Gruaja nuk e ka farz namazin e xhamas. Kemi shpjeguar më herët. Po nëse e fal namazin e xhamas me xhamat, bjen obligimi i kohës, pra i drekës. Konsiderohet se e ka fal xhaman. Gruaja pse nuk konsiderohet këto xhamat, janë 2 burra, 1 grua, edhe imami, 4. Ose 2 burra dhe 1 fëmijë dhe imami, formohet 4 këto. Do 3 xhamat. Pse llogaritet merret parasysh robi, merret parasysh misafiri, merret parasysh i sëmuri.
Nuk merret parasysh fëmia dhe nuk merret parasysh gruaja si xhamat. Sepse krejt këto çka i përmendëm, pra robi, misafiri dhe i sëmuri, këto vlejnë për imam, mund dalin imam. Gruaja, a mund del imam? Jo, s'konsiderohet as kompletimi i xhamatit. Fëmia, mund del imam? Jo. Prandaj thot, li'annahum sulihu lil imamet, sepse këto janë të vlefshëm për imam. Robi, nëse është i lexueshëm, din Kur'anin mirë, ka rregullat e Kur'anit, është rob, statusin e ka rob, po mund del imam. Misafiri mund del imam, edhe i smuri mund del imam. والشرط عند الإمام لإنعقاد أدائها بهم بقاؤهم محرمين مع الإمام. Imam Ebu Hanifja thot, për qenë ki kusht i vlefshmërisë në rregull për shku në vend, këto tre njerëz që i përmendëm, të tre xhamate, pra robi, sëmuri, misafiri, është kusht që këto të qëndrojnë me imamin prej të tekbiri fillestar, të nisin namazin bashkë me imamin. Madje thot edhe nëse vinë deri kur, deri sa imamit të ngritet nga sejdja e nga rukuji i rekatit të parë. Hatta yasjuda sajdatul ula. E deri sa ta bën, mos ta komplikoj. Ta shpjegoj kështu pa tekstin. Këto tre vetë që lidhen pas imamit, si mas mendimit të imam Ebu Hanifes, është kusht, për qenë i vlefshëm kushti, është kusht i kushtit ki. Shart li shart të siha, për qenë xhamati i vlefshëm, që të lidhen pas imamit, prej fillimit me tekbirin fillestar, dhe të qëndrojnë pas imamit, deri kur? Deri sa imamit ta kryen, ta ngrit kokën prej sejdës së dytë të rekatit të parë. E ka kryer rekatin e parë. Dhe këto xhamati, njeni prej atyre del. Kur del njeni prej atyre, çfarë ndodh? Prishet kushti, se kushti është 3. Këto jesin 2. Tani tutje, a duhet vazhdon dreka, apo duhet vazhdon xhumaja? Se ka ra kushti. Ebu Hanifja thotë në këtë rast vazhdon namazi i xhumas. Sepse këto kanë fillu me imamin. Kanë fillu me imamin. Dhe imami bashkë me xhamatin është ngrit prej sejdës së rekatit të parë. Kjo nënkupton se shumica e namazit të xhumas është falë me kompletimin e kushtit, se 2 rekat ka. Me që shumica është falë me plotësimin e kushtit, vazhdon me faljen e namazit të xhumas. Wa in nafaru ay fasadu salatahum ba'da sujudi ay al-imam atammaha wahdahu al-jum'a. Nëse këtyre treve, ose që të tretë, ose dikush prej tyre, e prish abdesin dhe del për jashta, ose del për diçka tjetër, masi që imami e ka fillu, e kanë falë një rekat me imamin, ose e kanë kryer sejdën e parë, e temmeha wahdahu al-jum'a. Imami e kompleton, pra e vazhdon imamin i vetëm, sepse bittifaqi al-a'immatina thalatha. Kjo është sipas mendimit të 3 dietarëve tanë, pra Ebu Hanifes, Ebu Jusufit dhe Muhamedit. Edhe njerë, nëse imami është lidh pas imamit që janë lidh 3 xhamat, qofshin misafir, qofshin të sëmur, ose qofshin robër, dhe e kanë falë rekatin e parë, janë ngrit prej sejdës rekatit të parë, dhe njenit ose këto treve, ju ka prish abdesi dhe kanë dalë, janë largu prej namazit. Në faru, për x arsye. Imami e vazhdon vetë namazin e xhumas deri në fund, dhe kjo është sipas konsenzusit të fukahave tonë, të 3 fukahave tonë, pra
kur thot ki bittifak e immetina thalathe, të tre kryesuesve tanë me dhebit tonë, ka për qëllim 13, Ebu Hanifën, Ebu Jusufin dhe Imam Muhammedin. Kjo jep me kuptu se në medheb mund gjash edhe mendim të kundër, kur kje specifikon këtë. Por ajo që merret parasysh është konsenzusi i këtyre tre dietarëve për medhebin tonë. Ve kale Zufar, që më njerë del Zufari këto. Imam Zufari, yashtaratu dawamuhum kel waqti ila tamamiha. Imam Zufari spajtohet me këto, thotë jo, është kusht që këto të vazhdojnë deri në kompletimin e namazit xhamas. Përndryshe namazi i xhamas është i prishëm dhe duhet të falet namazi i drekës. Wa in nafaru أو بعضهم ولم يبقى سوى 2 من الرجال إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين قبل السجود أي الإمام بطلت عند أبي حنيفة. Nëse këto janë 3 burra dhe 2 prej këtyre burrave dalin prej namazit, largohen prej namazit, po aty në xhami mas aty ka edhe gra, ka edhe grua, ka edhe fëmijë. Gratë dhe fëmijët nuk merren parasysh të namazit xhamas si xhamat. Dhe janë largu këto para se imami të shkon në sejdë. Në sejdën e rekatit të parë. Në sejdën e rekatit të parë. Batalat ende Ebu Hanife. Ky namaz i xhamas prishet sipas mendimit të Imam Ebu Hanifes. Pse prishet? Sepse a humb kushti, shartësia, ka met vetëm një. Dhe para se me shku në sejdë, ka bo rukujnë, për s'ka shku në sejdë e ala. Këto janë largu, ki ala nuk i ka bo në gjysmën e namazit. Se ka kaluar përqindjen që ta merë dispozitën e gjematit. Li annehu yekulu el gjematu shartul in iqadil eda. Sepse si pas Ebu Hanifës, thot gjemati është kusht i lidhshmërisë së kryerjes së namazit. Pra, e lidhë deri është shartul iniqad, kusht i fillimit të namazit, por nuk është edhe kusht i mbarimit të namazit me atë xhamat. Sepse nëse e ka bërë sejdën e parë dhe ka ndalë xhamati, ka prish abdesin, ka met numri më pak se 3, namazi është i vlefshëm nëse është në rekatin e dytë. Nëse është në të parin, prishet. Wa indahuma yatimmuha wahdahu. Si pas Ebu Jusufit dhe Muhammedit, thot imamin këtë rast, nëse ata kanë marrë tekbirin me imamin, e kanë bërë dhe rukujnë dhe kanë dalë prej xhamatit, ka metën imami vetë, ose ka metë imami me një xhamat. Ebu Hanifja thot, prishet namazi i xhamas. Ebu Jusufit dhe Muhammedi po thot, yatimmuha wahdahu, imami e kompleton vetë. Pse këto kështu? Li enne lë gjemaat e shartul iniqadit të tahrimeti. Sepse si pas këtyre dyve për thot, gjemati është kusht i lidhjes ose kusht i fillimit, kusht i tekbirit tahrim, tekbirit fillestar. Te Ebu Hanifja është gjemati, nuk është kusht i tekbirit, është kusht i faljes së namazit. Dhe falja namazit konsiderohet vetëm kur falet shumica e tij. Pra kryet rekati i parë, me sejdën e parë dhe konsiderohet se shumica e namazit është e kryme. Wala tasihu ay la tun'aqidu al-jum'a bi imra'atin aw sabiyyin wa ma'a rajulayn. Thot nuk është i vlefshëm namazi i xhumas, fillimi i namazit xhumas që të falet me prezencën e një gruaje ose një fëmije me 2 burra. Janë 2 burra dhe një grua. Li ademi selahijet të sabi wal mar'ati lil imameti. Sepse as gruaja e as fëmija nuk kanë selahije, nuk kanë të drejt, nuk kanë vlefshmëri që të dalin imam. Për këtë arsye ato nuk konsiderohen si xhamat. وجاز للعبيد والمريض والمسافر أن يؤم فيها. Robi, i sëmuri dhe misafiri,
lejohet që ato të dalin imam në namazin e gjumas, fi salatil gjuma. Lejohet që robi, misafiri dhe i sëmuri të dalin imam në namazin e gjumas, bi idhni e saletin e unijabetin sarihatin e udelale. Nëse ato autorizohen nga kush, sariha është kur vetë udhëheqësi islam e ka autorizu. E udelale është kur imami, pra ai që i autorizuari e autorizon. Kema të kaddeme, kemi përmendë edhe ligjëratën e kalume. Innema sekat e wujubuhum, këto vlejnë dalin imam, përse obligueshmëria e xhamas prej këtyne, sepse robi se ka farz, ka ra obligueshmëria e këtyre ka ra lehtësim për ato, sepse robin nuk e lishon zotëria i vetë, i sëmuri ka probleme me shëndetin, dhe këto, edhe misafiri ka të lashet e veta të udhëtimit. ولما كان حد المصري مختلفا فيه على أقوال كثير ذكر أسا منها Tani kjo trajton një çështje tjetër që ka të bëje me këtë pashtu, thot me që dietarët kanë shumë kundërthënie mes përcaktimit të vendbanimit. E kemi përmendur disa herë përpara çka quajmë vendbanim. Thot autori këtu, pra Imam Shërumbulali, e bjen një mendim, nuk ndalet të krejt mendimet. E bjen mendimin e mendimin më të saktë. Fekale, el Misru عند أبي حنيفة كل موضع أي بلد له مفت يرجع إليه الحوادث وأمير ينصف المظلوم من الظالم وقاد مقيمون بها. Çka quajmë El Misr? Vendbanim, thot Shërumbulali, sipas Hanefive, pra sipas medhebit Hanefi, vendbanim quhet çdo qytet, kullu beledin, çdo qytet, çdo vendbanim, çdo fshat, qytet që është vendbanim që ka grumbull shtëpijesh, lehu muftin që ka mufti, dhe yurja'u lehi al-hawadith, çka muftiu përgjigjet për çështjet e fesë, për çështjet që ndodhin, çështjet e reja, kush i zgjidh? I zgjidh muftiu, ai e bën vendimin. Kjo nuk kupton sikur te ne, për shembull në fshatrat tona nuk ka mufti secili fshat. Ka mufti qendra, po krejt këto periferi, këto vendbanime janë nën kompetencat e një muftie. Është një mufti. Ky mufti është prezent në atë xhamat sa herë që don dhe sa herë të kërkon nevoja. Apo? Nuk ka pengesa i me shkuatje, nuk e ka të nxjerrun jashtë sistemit atë vend, që s'mund me shku, ka pengesa, ku e di unë. Nuk është detyrimisht me qenë në atë vend, por sa herë që e kërkon nevoja, muftia është aty, pa ndonjë pengesë dhe konsiderohen krejt vendbanime. Pra, çdo vend që ka mufti, u emir, udhëheqës, shtetëror, politik, pra përfaqësues, yusiful madhlumu min adh-dhalim, që dallon ose që pengon ose që ndihmon të dëmtuarin prej të dëmtuesit, madhlumin, atij që i është bë pa drejt ndaj atij kriminalit. Pra, çdo udhëheqës i cili e pengon krimin, nëse dikujt i ka ndodhur diçka, organi më njëherë funksionon. Pra, ta them pak më thjesht, çdo vendbanim ku ka dorë muftiu dhe ka dorë pushteti dhe ka gjykatës, dhe eukadin, nuk është kush që qëtë në qatë qytet, eukadin ose gjykatës i cili i zbaton, i dënon dhe i zbaton vendimet e marra. Pra, ne në vendin tonë, e i plotësojmë të kushte po, sepse ka udhëheqës, ka gjykatës, ka mufti, ka emir që do thotë janë nën ligjin, nuk janë
mutesharride, nuk janë kështu jashtë ligjit që s'funksionon asnjë ligje, nuk janë xhungëll. إنما يقال ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. Thot ka thonë autori, ينفذ الأحكام, zbatohen dispozitat e islamit. Për shembull, dikush i ka bo padrejsi dikuj në pronë. Muftiu ose kadia jep urdhër që ti, shembull për marr këtë borxh që ja ke marrë filani duhet t'ja kthesh. Jo. Ka elemente tjera për t'ja marrë me dhunë. Wa yuqimul hudud, dhe që i zbaton sanksionet penale, haddin. Për vrasje, për mbytje, për prostitucion, për alkool. Ihtirazan anil muhakem wal mar'ati. Ihtirazan anil muhakem wal mar'ati. Për të dalluar prej muhakem, e di që është muhakem? Pleqësia. Të ne ka kështu, edhe në traditën tonë shqiptare. Pleqësia e fshatit, e një vend banimit, se cili fshat, se cili qytet, e ka pleqësinë e vet, i cili merret me pajtimet e njerëzve, me zgjidhjen e problemeve. Dhe këtë ta quaj institucion, e pranon jurisdiksioni islam. Në shariatin islam, ky lloj i gjykimit prej pleqësisë pranohet dhe është i pranuar në sistemin gjyqësor islam, shariatik. Por është pa kompetenca ekzekutive. Për shembull, nëse ka ndodhur me një fshat, një mosmarrveshje, ka ndërhyj pala, pleqësia e vendit, dhe kanë arrit një marrëveshje. Kjo marrëveshje është obligative për të dy palët që e bin pleqësia. Mirë po, ky organ nuk ka në dorë ekzekutivin. Dhe ku shkon? Shkon në gjykat. Gjykata e respekton vendimin e pleqësisë së fshatit apo të vend banimit, nëse ai vendim është në harmonizim me normat islame. Nëse nuk është në harmonizim me normat islame, pra në parim gjykata islame apo jurisdiksioni islam e pranon si institucion pleqësinë, por jo në këtë rast, autori thot, këtu nuk është fjala për këtë pleqësinë kur e përmend gjykatën islame. Nuk është fjala për çat organe, se me thonë valla na e kemi pleqësinë. Jo, kjo s'ka lidhje me namazin e xhumos. Prandaj thot ihtirazan anil muhakem wal mar'ati. Dhe prej gruas që nuk ka të drejtë. Wa dhikrul hududi yugni anil qisas, edhe i përmend hududet, haddin, sepse edhe qisasin. Haddi është sankcion i veprës penale, sankcion i përcaktuar me tekst kuranor. Për shembull, zinaja është sanksioni përcaktuar, vjedhja është sanksioni i vjedhjes është i përcaktuar. Edhe qisasi te vrasja, pavarësisht se bëhet me qisas apo bëhet me dije, pra me pagesë të gjakut, këto më veç kalojnë në kompetencat e gjykatësit, por edhe këto janë të përcaktuara. وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد. Nëse gjykatësi, udhëheqësi është vetë gjykatës edhe vetë mufti, është udhëheqës, po është edhe gjykatës, është edhe mufti, nuk duhet patjetër të ketë tash jo. Duhet të ketë tjetër njeri mufti, duhet të ketë tjetër, pra nuk është me rëndësi numri këto. Është me rëndësi funksioni që ushtrohet, pra jo numri. Këtë e ka lian në medale al ma'rifet il ahkam, sepse ajo çka kërkohet është njohja e dispozitave, jo kathratu al ashkhas, jo numri i personave. Wa jazat al jum'a bi Mina
fi mausimi, gjatë kohës së haxhit, thot ki lejohet falja e namazit të xhamas në Mina, ki flet për në atë kohë, fi mausim, pra në kohën e haxhit, lil khalifati au amiri al-Hijaz, la amiri al-Musim. Çdo haxh, edhe sot e kësaj dite praktikohet edhe në Arabinë Saudite kjo. Për çdo vjet caktohet një emir i haxhit. Emiri i këtë haxhit, që është përgjegjës për organizimin e haxhit. Ky quhet Emirul Musim. Emiri për sezonin e haxhit. Ky s'ka lidhje shtetësie, këto është saudiana, është tjetër. Pra është çështje për aspektet fetare. Edhe sot e kësaj dite ndodh kjo. Prandaj edhe ligjëruesi që përcaktohet që ki emiri i mausimit është edhe për hutben që përcaktohet nga organi e ditës së Arafatit, se dhe ajo ka një peshë, kur dim të haxhi, në sqarohet pak më në detaje se kush duhet më kanë ai. Për me e falë në Mina, nuk është vendbanim. Mina nuk është vendbanim që ka njerëz përhershëm aty. Me leju namazin e xhumas duhet leje specifike. Lejen specifike për faljen e namazit të xhumas në Mina e jep khalifja i shtetit, udhëheqësi i shtetit ose zëvendësi i tij, jo ki udhëheqësi i haxhit. Jo ki udhëheqësi i haxhit. Pse kështu? Sepse udhëheqësi i haxhit është i emëruar për të bardhë përgjegjësinë vetëm për kryerjen e haxhit, jo dhe për obligimet tjera. I ka kompetencat e kufizuara. Kurse emiru daula, udhëheqësi i islam, udhëheqësi i shtetit është ai çka. Prandaj thot, në Mina lejohet fi muslim au amiru al-Hijaz, la amiru al-Muslim, li'annahu yali amru al-Hajj. Sepse ki emiri i haxhit i ka përsipër është autorizu vetëm me çështjet e haxhit, la ghayru, jo për punë tjera. Inde Abi Hanifa dhe Abi Yusuf. Kjo është mendimi e Ebu Hanifës dhe Ebu Jusufit. Imam Muhamedi thot, la tasihhu biha li'annaha qaryatun. Imam Muhamedi thot, jo, as pak nuk lejohet falje xhamas në atë vend, sepse ajo është një fshat në të cilin nuk ka banim. Wala tatamassaru fil musim. Nuk mund bëhet i banueshëm në kohën e haxhit, sezonin e haxhit. Njerëzit rrinë përkohësisht aty, por nuk bëhen banor të vendit në kohën e haxhit, pse rri 10 ditë në javë ku e di unë se sa rri. Por fetfaja jepet sipas mendimit të Imam Ebu Hanifës dhe Ebu Jusufit, edhe pse sot në aspektin praktik as njeni në as tjetrit se pyet kush, sepse tani ka qëra rregulla dhe qëra fetfatje. وصح الاقتصار في الخطبة على ذكر خالص لله تعالى نحو تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة لكن مع الكراهة لترك السنة عند الإمام رضي الله عنه. Imam Ebu Hanifja po thot, shkurtimi i hutbes me një dhikër të shkurt, me një dhikër të shkurt, nëse dhikër është khalis, pra me sinceritet për Allah, vetëm sikur thot për shembull subhanallah, ose thot elhamdulillah, ose thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, bi dhikri tasbihatin, thot subhanallah, au tahmida, au tahlila, au takbira. Vetëm ka që ka thonë, ka hip imami dhe ka thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah, edhe ka zbrit poshtë, hutbja është e vlefshme. Lakin me al-keraheti, përse një veprim i tillë është i urryer, është mekruh.
li terki sunneti indel imam. Për shka është mekruh? Sepse ki ka barkëtis sunnetin si pas mendimit të imam Ebu Hanifës. Kur thot li terki sunneti, qar mekruhi është ke? Mekruhi ten zihen. Pra të përmen li terki sunne, për të abo me dhije se ki mekruh ka të bën me tenzien, sepse e kundërt e sunnetit është tenzien, e kundërt e vazhibit është tahrimen. Inde, kjo është mendimi i imam Ebu Hanifës. Wa kala, këto dy tjertë, Ebu Jusufi dhe Muhamedi kanë thonë, la budde min dhikrin tavilin yusemma khudbetun. Pa qëtër të ketë një dhikër më të gjatë që ta merë emnin khudbe. Për ndryshe, vetëm se thu elhamdulillah, nuk e merë emnin khudbe kjo. Wa aqalluhu qadru at-tashahhud, më e pakta që mund ta merë emrin khudbe është aq sa zgjat tashahhudi, qëndrimi ulë, retejati edhe shahadeti. Abduhu wa qawluhu abduhu wa rasulut, tahiyati deri te abduhu wa rasuluhu. Hamdun wa salatun wa duaun lil muslimin. Falënderim, salavate, pejgamberit alayhis salam, lutje për muslimanët, tasbihi, Allahu xhalla shanu, wa nahwaha la tusamma khutbatun. Pra vetëm thojshti subhanallah, alhamdulillah. Nuk është kjo khutbe, se ka emnin khutbe. Wa lahu qawluhu was'au ila dhikrillah, fas'au ila dhikri. Ku mbështetet Ebu Hanifja? Që thot, hatta walau kanat tasbihatan aw tahmidan aw tahlilan. Mbështetet në ajet. Pra të thash parzit se këtu te Hanefit është pak problem kur thinsh te argumentet, se argumentet këto i kanë bazën e shumë disiplinave tjera. Thot ti që po thua imamit, se mjafton vetëm dhikri për hutbe, dhe hutbe është e vleshme, ku e ke argumentin? Thot kauluhu Teala, thot Allahu xhalla shanu në Kur'an, thot fas'au ila dhikrillah. Shpejtonin surat al-Jumu'a, min gajri faslin bejne keunihi dhikren tawilen, yusemma khutbeten em la. Në ajet nuk përcakton se fas'au ila dhikrillah, shpejtonin në dhikrin e Allahut. Fjala alhamdulillah është dhikr. Fjala subhanallah është dhikr. Allahu xhalla shanu po shpejtonin në dhikrin e Allahut. Ajeti kuranor nuk ka bot dallimin se dhikri a është i gjatë që ta quajmë khutbe apo nuk është i gjatë. E ka përmend dhikrin mutlaka anil kujut. Pa e përkufizu, pa e kushzu me ndonjë kusht tjetër. Pa e lirë, mutlaka është absolutisht e lirë. Fas'au ila dhikrillah. Pa kallëzu se sa është i gjatë. لقضية العثمان لما قال الحمد لله فارتج عليه ثم نزل وصلى. Këtu ka një rast të Uthmani i cili ka hip në hutbe, ka thonë elhamdulillah, pastaj i ka vështërsu situata diçka dhe ka zbrit poshtë dhe ka falë namazin njerëzve, dhe këtë e ka si argument dytësor imam Ebu Hanifja, edhe pse ki argument lema gjith lehu musneden, thot ki muhakiki që e ka bo këtë, Salah Ebul Haji, që e ka bo tahkik librën, po thunë këtë rastin e Othmanit nuk kam gjetë dë një senet që ta përforcoj. Dhe që sa bukur i thonë, edukata islame, e djetarve islam është kjo. Nuk thot ki, se nuk ka senet. Thot lem e gjithë hu senet, nuk kam gjetë unë senet. Nuk thot s'ka. Sepse unë s'kam gjetë, do shtë dikush ka gjetë tjetër. Dhe unë nuk kam drejt me thënë s'ka argument për këtë. Jo, thëj, unë s'kam gjetë argument. Se dikush tjetër mund të ketë argumentin. Kjo është edukata e fukahave, djetarve islam. Wa dhakarehu Qasim ibn Thabit fi dalaili bi gajri isnad. Ki Qasim ibn Thabit i thot e ka përmend
pa senet këtë ngjarje. Fekale rëva an Uthman. E transmeton tash rastin të poshtë. Me rëndësi, e kje ngjarjen si ngjarje në për librat e fikut, por nuk ka senet, e kje te Kemal fi Diraje o Nasbur Raje, në këto libra e gjanë këtë punë. Dhe cilë është mendimi i saktë në këtë rast? Mendimi më i saktë është mendimi i Ebu Hanifës. Edhe pse në praktik, sepse vetë imami thot është e pahjeshme të bëhet kjo punë kështu. Është e pahjeshme. Madje jo e pahjeshme, po është mekruh, jo krah kjo punë. Por ki nuk po thotë se unë po e preferoj këtë punë që mund ta bëni. Kur doje imami vaizi sot nuk është në disponim, del në hutbë thotë elhamdulillah, elhamdulillah, i bën muezinit, thotë hajde i kametë se u kry, e plotësova kushtin. Jo kështu. Por nëse ndodh kjo, li sebebi ma, për ndonjë arsye, hutbja është e vlefshme mal kerahe, por është shoqëruar me mekruh. Tani vazhdon me sunenul khutbeti fi dhatil khatib والتي في نفس الخطبة 18 شيئا بل يزاد عليها. سنن الخطبة سنة خطبة في ذات الخطيب disa kanë bëjnë me khatibin, me vetë ligjerusin që ka bënë khutbën, të cilët thot autori janë 18 shejën, janë 18 sende, bel yuzadu aleja, madje nëse shtohesh në detale edhe mund të shtohen. فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب وأن يكون لابسا السواد أو البياض. Prej suneteve të khutbës është ulja e khatibit në khutbë dhe veshja e khatibit duhet të jetë ose me rroba të bardha ose me rroba të zeza. Mos të foli unë përmeç. والحاوي القدسي السنة أن يكون جلوس الإمام في مقدار يمين المنبر وإن لم يكن ففي جهته أو ناحيته kjo është para. ويلبس السواد اقتداء بالخلفاء. Vesh gjibën e zezë. Në xhallar pse kanë gjibët e zeza? S'ka rastësisht kur gjë. Mbanën mend këtë prej meje, të xhallarët e tonë të vjetër që kemi pas. Mos mendon dikush se rastësisht i kanë bërë do punë ata. Gjibët e zeza i kanë vesh për çka? Iqtida'an lil khulafa, për që përgjigj khulafai rashidinëve. Pra nuk është rastësisht kjo punë. Walit tawarithi fil asari wal amsar. Sepse kështu është trashëguar në për qytete edhe në për fshatra. Kështu thot fil bahr ve qala sahibu radd al mukhtar. والظاهر أن هذا خاص بالخطيب وإلا فالمنصوص أنه يستحب في الجمعة والإيدين لبس أحسن الثياب. Thot kjo veçuria teshët bardha ose të zeza është specifik për khatibin. Rroba e zezë, pra unë e kuptoj kështu, që imami khatibit këtë uniform. Ta them ma troqë dhe ma qartë. Duke i hikë përkthimit bukfal. Khatibit duhet këtë uniform, ose duhet jetë e zezë, ose duhet jetë e bardhë. Uniforma e bardhë është për shkak të pastërtisë që e ka dashur pejgamberi alayhis salam ngjyrën e bardhë për veshje. Kurse ngjyra e zezë, uniforma e zezë është iktida'an lil khulafai rashidin. Pra, khatibi duhet këtë uniform kur të ngjitet në hutbë. Jo të ngjitet si don ai, me krah shkurt, me këmish, me vizatime, me shkrime mbrapa khatibi, pa uniform, pa ksul, pa çerapa, sportist, madje vetëm edhe me trenerka. Nëse është puna që e mbulon në vretin, edhe trenerkat e mbulojnë në vretin. Paramendojnë një khatib përpara prej fushës sportit me trenerka, ka marrë abdes edhe ka hyp në hutbë.
edhe thot, çka ka lidhje kjo në islam. E rëndësishme unë çka foli, jo çka kam unë vesh këtu. Por imami po thot jo, nuk është kështu. Imami po thot prej sunneteve që kanë të bëjnë me khatibin, është që khatibi duhet të ketë uniform, ose të zes për që përngja khulefai rashidinëve, ose të ketë uniform të bardh për shkak të pastërtisë që simbolizon pastërtinë e tij. Pra prej kushteve të khatibit është që ai të ketë veshje, jo çfarë do veshje. Dhe të gjenerata më e re e kam fjalën. Kur po dalin se kemi fillu, nuk modernizohet islami në këtë formë. Nëse ti del me majs krashkurt, me këmish krashkurte, në hutbe, madje ka prej atyre dhe shallin e kanë vënë kryen, çat formë? Kjo është keq përdorimi i uniformës. Për të menduar xhamati ose dikush që është xhamat, po edhe shifë çfarë hoxha modern kemi ne. Ki e modernizon islamin. Nuk modernizohet islami në këtë formë. Islami modernizohet duke ju përmbajt modalitetit të islamit. Modalitetit të rregullave të islamit. Prandaj po e përsëris. Prej sunneteve të khatibit, dhe mos ta ngritin zërin me na thonë se s'është gjë. Po është prej sunneteve të pejgamberit. Pra, dietarët thonë që khatibi të ketë uniformën e zezë ose të bardhë. Në librat më poshtë, vëdhahir, fi Radd al-Mukhtar, në Radd al-Mukhtar, thot, hadha khasun bil khatib, thot kjo është specifik për khatibin. Për xhamatin tjetër, çka ka فالمنصوص أنه يستحب في الجمعة والعيدين أن يلبس أحسن الثياب. Për xhamatin është e preferuar që ditën e xhamatit të vesh rrobet dhe për Bajram rrobet më të bukura që ai ka. Çfarë doje? Atë zeza, atë bardha, atë mavita, ku e di unë, që i ka qef, që i ka blesë, se një gjonë këtë njësoj. A më për khatibin? Ja. Për khatibin së shtu, për khatibin çka është? Është me rëndësi uniforma, sepse khatibi në këtë rast është përfaqësues i kujt? Në jetën e kësaj bote po flasmin, në praktikën, në hierarkinë e legjislacionit islam. Khatibi është përfaqësues i udhëheqësit shtetëror, përfaqësues i emirit, është përfaqësues i gjykatësit, përfaqësues i emirit, përfaqësues i muftijes, përfaqësues i gjykatësit. Duhet të jetë njeri serioz. Duhet të jetë njeri shumë serioz. Serioziteti i tij fillon nga qëndrimi i tij dhe nga veshmbathja e tij. Edhe xhamati, kur e shohin hoxhën me uniform, edhe këto janë më të përmbajtur. Edhe këto, atë që e thotë hoxha, e marrin më me seriozitet se sa një kur del atje në formë moderne, hajde po i them mos përdori ndonjë fjalë tjetër ofenduese. Prandaj pra këtu duhet kemi kujdes të sjelljet tona para xhamatit. Në fund të fundit, na po i shohmi. Duke mos dashur me nënçmu asnjë profesion. Fadhalna ba'dakum ala ba'd, të Zotin Kur'an. Nuk ka njerëz më të mirë dhe më të këqij, illa bittaqwa. Nuk ka profesione më të mira dhe më të këqija. Edhe ushtria, edhe policia, edhe mjekët, edhe pastruesit, edhe organizatat, krejt kanë uniformat e veta. I keni pa? Ella, përveç o gjallarës kanë uniformat e veta. Dhe ne po i largu, pse mos t'kenë uniformën e vetë? Dhe kjo uniforma që thash, të gjybët e zeza, pra nuk qenë kanë rastësisht, edhe unë këtu e kam mësuar për herë të parë këtë mesele. Nuk qenë kanë rastësisht o gjallarët i kanë majtë të gjybët e zeza, po pas kanë pas një motiv, pas kanë pas një sebeb. Wa minha at-tahara, ose vazhdojmë për këtë ligjërat e mbyllim deri këtu, vazhdojmë me ligjëratën tjetër inshallah,
po ashtu me sunetet e khutbës dhe të khatibit, dhe deri te ligjërata tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.